Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kujt do t'ja merrte mendja, vetëm duke fërkuar qepën në lëkurën tuaj, do trajtonit këto probleme. Jo vetëm që është një përbërës i domosdoshëm në shumë pjata, por është edhe një mrekulli e vërtet kur bëhet fjala për trajtimin e disa problematikave dhe problemeve shëndetësore. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër djegjeve. Ju duhet një zgjidhje e lehtë kur jeni djegur me një pjatë të nxehtë ose me një objekt të nxehtë të paktën, vazhdimisht mund të keni shenja në lëkurën tuaj. Herën tjetër që ju ndodh kjo, prisni një copë qepe dhe mbështetni tek djegja. Efekti i saj natyral antiseptik dhe qetësues do të parandalojë shfaqjen e infeksioneve dhe më vonë do të keni lehtësime derisa të merrni trajtime të specializuara. Parandalon pickimin e insekteve. Era e fortë e qepëve do të parandalojë pickimin e mushkonjave. Dhe në rast se tashmë keni një thumbë, mbështjellni qepën në lëkurë dhe do të parandaloni kruajtjen e padurueshme. Lehtëson dhimbjet e veshit. Edhe stërgjyshet tona e dinë. Qepa e kuqe ndal dhimbjet e veshit. Përveç nxjerrjes së dyllit nga veshi, ju çliron nga dhimbjet dhe shqetësimet. Ajo mund të përdoret gjithashtu si një detoksifikues i organizmit. Qepa është vërtet një neutralizues i bakterieve dhe një pjesë e pasvendësueshme e terapive kundër bakterieve dhe viruseve të gripit. Qepa e kuqe është një element kryesor i kuzhinës për aromën e tyre të veçantë dhe ngjyrën e veçantë. Megjithatë, ato janë një armë sekrete në rutinën e kujdesit të flokut. Ngjyra e tyre e kuqe e thellë është një shenjë treguese e antioksidantëve, flavonoideve dhe përbërësve të tjerë të fuqishëm të sqyfurit që ofrojnë shumë përfitime për flokët. Përveç kësaj, ajo rrit forcën e flokut. Sqyfuri është një komponent kritik i keratinës, proteinës që bën flokët. Qepa e kuqe përmban nivele të larta sqyfuri i cili mund të ndihmojë në qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës. Dhe sigurisht, lëndët ushqyese dhe mineralet e nevojshme në folikulat e flokut, qepa e kuqe mund të ndihmojë gjithashtu në nxitjen e rritjes së fortë dhe të shëndetshme të flokut. Qepa gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë pasi parandalon rënien e flokut, redukton zhbokthin, ushqen flokun dhe gjithashtu maskat me qep në flokun tuaj mund t'japin rezultate mjaft efektive në shëndetin e tyre. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm në përdorimet e kuzhinës. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve kronike. Bashkë me shejkët dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe dobishme në trajtimin e shumë problemeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionin e shëndetshëm të hormoneve të tjera. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për zemrën. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulën nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë një aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë dhe nëse konsumohet së paku një në ditë. Falë qepës zbëhet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë në qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit dhe peshën trupore. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira të organizmit. Këshilla është që të hani qep të paktën një herë në ditë dhe gjithashtu do të keni përfitimet e lartë përmendura. Qepa dhe hudhra janë elementet kryesorë të kuzhinës dhe si të tilla duhet të përfshihen vazhdimisht në dietat tuaja ushqyese për të marrë kështu vlerat mjaft të rëndësishme në dobi të organizmit.
Qepa është një zgjidhje shumë e mirë e trupit dhe mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përfitime të larta shëndetësore, ku sipas.com do të rendisim disa prej tyre. Ato mund të përmirësojnë dëndësinë tuaj kockore. Sa do e çuditshme mund të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe çdo ditë për një muaj thuhet se rrit dëndësinë e kockave tuaja me 5% krahasuar me ato që nuk e bëjnë. Ato mund të zvogëlojnë nivelin e kolesterolit dhe të mbajnë zemrën tuaj më të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore, qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq dhe janë të pranishme edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën të shëndetshme. Ato mund të bëjnë tretjen tuaj më të butë. Qepët janë plot me fibër dhe përshpejtojnë tretjen e duhur në trup. Përveç kësaj, ato gjithashtu rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zor, duke bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Ato mund të zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe të rrisin antioksidantët. Qepët përmbajnë 25 lloje të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundje të caktuara, por gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave. Ato mund të përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojë dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu forcojnë dhëmbët. Ato përmbajnë quercetin, një substancë që mban sytë tuaj të sigurt. Ato mund t'ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të mirë gjatë natës. Kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë fibra dietike të pranishme të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorës dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepët mund të luftojnë plakjen dhe të përmirësojnë lëkurën tuaj. Të pasura me vitaminën A, vitaminën C dhe E, qepët mund të ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur dhe me shkëlqim që dëshironi. Ato gjithashtu mund të zvogëlojnë puçra dhe sidomos sipas një studimi, aplikimi i xhelit të nxjerrë nga qepa në plagët tuaja në fakt mund të lehtësojë shqetësimet e tyre. Qepa është e pashur me antioksidant që lufton problematika të ndryshme, radikale të lira dhe gjithashtu në riparimin dhe mbrojtjen e qelizave të dëmtuara të trupit. Qepët duhet të ruhen në një vend të freskët dhe të thatë dhe të errët, por jo në frigorifer. Qepët mund të përmirësojnë kështu shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i qepës mund të ketë efekte të shëndetshme në sistemin kardiovaskular. Gjithsesi, ulëntimet kanë treguar se një polifenol i quajtur quercetin, që gjendet te qepa, ndihmon në uljen e presionit të lartë dhe nivelit të triglicerideve. Qepa është e pasur me shumë antioksidant. Qepa është plot me antioksidant që lufton problematikat e radikaleve të lira dhe ndihmon në riparimin dhe mbrojtjen e qelizave të dëmtuara të trupit. Qepa përmban një nga burimet më të mira të flavonoideve, përfshirë quercetinën, fitokimikate dhe veti të forta antioksiduese. Qepa e kuqe dhe e verdhë është më e pasur me këta antioksidantë të rëndësishëm për trupin, gjithashtu duke i dhënë trupit edhe shumë vlera të mira për organizmin. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin, pasi mund të cilësohet edhe si një produkt mjaft i veçantë në dobi të tij. Qepët ofrojnë bakterie të mira për sistemin tretës. Nëse keni luhatje dhe dobësim të tretjes, atëherë qepa mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në organizmin tuaj. Fal elementeve ushqyes që përmban, ajo do të ndihmojë trupin tuaj me probiotik, të cilët do të rrisin edhe florën bakteriale dhe do të përmirësojnë kështu edhe tretjen në mënyrë më efikase. Përfshirja e qepëve në dietën tuaj do të jetë një mundësi shumë e mirë ushqyese për të gjithë ata persona që kanë një tretje të dobët, duke ndikuar pozitivisht kështu në shëndet dhe duke parandaluar një sër komplikacionesh të tij. Qepa ka element ushqyes edhe për shëndetin e zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj dhe kanë treguar se konsumi i qepës rregullisht ulë rrezikun e mpikses së gjakut, prandaj duhet ta shtoni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.